Që është kënaqësi, nuk diskutohet se fundit kjo është një bashkëbisedim miqësor ndërmjet miq, kolegësh edhe shumë, domethënë në këtë moment që ne vim këtu është shumë burimore, pra nuk është si thua një statistik ndoshta për Creative Mornings, por është pjesë e debatit përditshëm që ne kemi me njëri tjetrin, diku me shaka, diku me seriozitet, diku me reflektim të thellë. Kështu që në këtë aspekt unë jam shumë i predispozuar që bëjmë një bashkëbisedim të shkurtër, koncis, edhe pak të thellë, por unë zakonisht vishe me lule, po sot jam vesh me lule specifikisht për këtë lullëzim që kemi, domethënë si temë. Dhe kam përshtypjen që tema nuk do jetë ilustrative, pra nuk do kemi lidhje fakt me një kontekst shumë të parë, po do kemi lidhje me një kontekst ndoshta unik. Ne do kemi, unë them 4 pika, të cilat do bazohemi deri diku për këtë element. Unë po bëj një lexim shumë të thjeshtë dhe pastaj do kaloj tek stage show. Tema lullëzim e Creative Morning sjell idenë se ashtu si lulet shërbejnë për një qëllim më të madh duke kontribuar në ekosistem, ashtu duhet të shërbej edhe pjesa e kreativitetit. Projektet e mia si propozimet artistike UFO dhe Mitra eksplorojnë mënyrën se si ideologjit lullëzojnë dhe veniten, dhe si arti mund të tërheqë vëmendjen për të ridimensionuar sistemin shoqëror. Kreativiteti artistik, pra ne do merremi me këtë pjesë, shërben në këtë rast si një sfidë dhe në vend që të jetë vetëm për bukurinë estetike, duhet të vendosë në pikpyetje normat shoqërore. Gjithashtu duke i nxitur të tjerët të rriten përmes reflektimit dhe veprimit, lulet nuk çelin me urdhër, por kërkojnë kushtet e duhura për të lullëzuar, edhe kreativiteti ka nevojë për kujdes, hapësirë dhe kohë për t'u zhvilluar. Në UFO dhe Mitra, kjo metaforë mund të shprehet përmes krijimit të hapësirëve që nuk janë vetëm për të shfaqur ide, por për të mbjellë ato ide në shoqëri. Si lulet që mbajnë polen dhe ndihmojnë në krijimin e pasurisë të natyrës tonë, ashtu dhe arti mund të bëhet një proces i ndarjes dhe shpërndarjes së ideve që shërbejnë si sfida ndaj sistemit dhe normave që ndodhin në shoqëritë postmoderne. Duke u lidhur tashmë dhe me pikat kryesore, lullëzimi si akt i krijimit dhe kritikë estetike, në këtë pikë lullëzimi paraqitet si një proces zhvillues dhe i natyrshëm i krijimtarisë, ku arti funksionon si një kritikë estetike dhe sfidon normat dhe pritshmëritë shoqërore. Lullëzimi nuk është pra thjesht një akt dekorativ, por një akt reflektimi dhe ndërgjegjësimi, ku dhe krijimtaria si një lëvizje që shpreh idetë më të thella të individit ka fuqinë të mbjellë pikpyetjet dhe të ndihmojë në transformimin e shoqërisë përmes vëmendjes që i kushtohet kritikës së status quo-s. Pika e dytë, që është roli i krijimtarisë dhe e ekosistemi i ideve, thekson nevojën për krijimin e një ekosistemi idesh, ku kreativiteti mund të lullëzojë në mënyrë të qëndrueshme, siç lulet kontribuojnë në ekosistemin natyror përmes polenizimit, ashtu dhe kreativiteti ka një rol të rëndësishëm në shoqëri duke kontribuar në ndarjen e ideve dhe pasurimin e mjedisit shoqëror dhe kulturor. Ky proces është i nevojshëm për krijimin e një hapësire që mund të transformojë dhe zhvillojë shoqërinë duke bërë atë më të hapur për rritje dhe për lëvizje, domethënë të paqëndrueshmërisë së përhershme. Po dua të lexoj shpejt që të kaloj ke imazhet. Atëherë, kemi pikën tjetër, lullëzimi si transformim dhe ironi. Pra këtu na shfaqet në një kontekst dhe është një proces jo si një akt i thjesht dhe i natyrshëm i zhvillimit, por si një akt ironik. Pra arti mund të sjellë mesazhe që sfidojnë ideologjitë dhe normat e pranuara, duke krijuar një hapësirë reflektimi dhe ironie.
Ironia në fakt merre si një proces filozofik në këtë rast, jo vetëm thjesht si një kundërthënie, domethënë e gjës që shikohet, por është në një farë mënyrë ashtu siç estetika e rritjes të një lule, të një bime, të një kopshti, gjithashtu dhe ai është një proces i bukur, por shumë reflektiv. Kalojmë tek pika 4, që ka lidhje me UFO-n, Unidentified False Objects, pra objektet e rreshme të pa identifikueshme dhe mitra që ne do t'i shohim më poshtë. Pra reflektime mbi pushtetin dhe arratisje nga realiteti. Ky segment fokusohet në 2 projektet pra artistike që unë i parathash. UFO dhe mitra janë metafora për elementet të padukshëm dhe të shpërfituara të realitetit që mund të çojnë individët në një proces arratisje nga një sistem që nuk pasqyron vërtet lirinë e tyre. Ky është një reflektim mbi mënyrën si ideologjitë dhe normat mund të deformojnë realitetin dhe si arti mund të jetë një mjet për të sfiduar të gjitha këto struktura të pushtetit. Duke dashur të hyj në temë, pavarësisht që këto ishin disa pika të shpejta për të kuptuar pak a shumë që për mendimin tim lullëzimi duhet të jetë më shumë jo thjesht lullëzimi natyrës, por lullëzimi ideve artistike dhe projekteve artistike. Kjo është një foto shumë e thjeshtë e mënyrës si artisti duhet të jetë i vëmendshëm ndaj vendeve të periferisë ose vendeve të braktisura. Pra dhe unë këtu jam brenda mitrës, që do ta shohim edhe pak më vonë, ku janë projekte artistike zhvilluese dhe që në një farë mënyrë edhe me kuratorin Elton Koritari, i quajmë projektet e pamundura. Këtu fillon edhe ajo ironia. Pra janë projekte të cilat shkojnë përtej elementit artistik, kërkojnë një bashkëpunim social, institucional, deri diku edhe politik. Mitra është një ide zhvilluese sepse kemi menduar që një nga këto xhakët e famshëm të arkeologjisë industriale të merret dhe të sillet si një objekt ku të lindi një vepër. Pra, në këtë rast, ky objekt që është në një farë mënyrë vetë një instalacion, po brenda tij ka një situatë vertikale të jashtëzakonshme të qëndrimit emocional, të qëndrimit, domethënë të mendimit, dhe është një ide për të propozuar ku mund të shërbejë si një vend i cili një artist të ftohet dhe të lindi një vepër në konceptin saj specifik. Pra vepra të prodhohet dhe të ideohet për këtë hapësirë. Por ideja nuk është vetëm ta marrim dhe ta sjellim në mes të sheshit Nën Tereza. Ideja është që kjo pastaj të shkojë edhe në Itali, edhe në New York apo kudo. Dhe nga çdo vend të ftohet një artist për të konceptuar një vepër që lidhet shumë me krijimtarinë e tij apo me konceptet e tij gjithmonë në këtë raport të këtij lloji indi apo të kësaj lloji figure anatomike gjithmonë të lidhur me arkeologjinë industriale. Është një projekt ambicioz, i cili në fakt ne kemi bërë edhe një studim teknik, pra shumë i kollajt në thojza për të instaluar dhe instaluar në formë puzzle-i. Nga Shqipëria këto duken projekte shumë të vështira, por nëse i propozon nga New Yorku apo nga Pekini, këto janë projekte, domethënë, të thjeshta për të realizuar, po këtu kuptohet që gjithmonë bashkëpunimi i një artisti në Shqipëri është një problem shumë i madh me institucionet përkatëse për ta lindur këtë vepër dhe për ta implementuar, si thua, në gjithë hapësirat publike nëpër botë. Tu jemi në një projekt të dytë. Ky në fakt ka lidhje me një koncept i cili unë mendoj jo shumë interesant, por shumë i domosdoshëm për shoqërinë shqiptare. Ne gjithmonë arkeologjinë industriale e marrim si ajo e keqja e madhe ose si një nga simbolet e utopisë të diktaturës ose utopisë komuniste. Dhe gjithkohës themi, si thush, vetëm anën negative të këtyre, domethënë, objekteve industrial. Por unë mendoj që postmodernizmi në tërësi ka ditur si të marrë dhe ti rikontekstualizoj, ti rizhvilloj këto projekte.
duke dashur t'i heqi atë pjesën, atë peshën e utopisë dhe duke dashur t'i rifunksionalizoj, domethënë në jetën sociale dhe shoqërore. Këtu jemi tek kjo titullohet fakt Kuksi Disney, është një sajt specifik kur je në highway, pra në autostrad, është një minjerë aty e famshme, të cilën nëse kthehet një Disneyland, patjetër që krijon një pikpamje të re, jo vetëm për sa i përket mënyrës si integrohet Disneylandi në një objekt të tillë, po dhe pasurisë që ai jep zonës, domethënë sepse rrit bizneset e vogla, krijon turizëm kulturor. Pra këto janë projekte e lulëzon në një farë mënyrë. Edhe këtu duket sigur po lulëzon, unë prandaj mora këtë imazh, sepse pastaj një projekt tjetër që është akoma më kompleks, edhe më me interes, mund të jetë edhe Metallurgjik Disney. Pse në Elbasan? Për shumë arsye, jo vetëm për shkak të sajtit të madh, domethënë të arkeologjisë industriale, por gjithmonë Elbasani si qytet, për ne ka qenë ai qyteti ndotur, qyteti ku në fakt diktatura ose ajo që i themi ne utopia komuniste ishte si thuaç më e qartë dhe më e brëndashkruar simbolikisht me Elbasanin, sepse nëse ka një qytet që dështoi në kuptimin industrial, domethënë përgjatë viteve të diktaturës, ishte ky qytet fatkeqësisht dhe sot e kësaj dite vuan, sepse gjithmonë ne si artist edhe si intelektual mendojmë që duhet të kontribuojmë që jo vetëm t'japim ide artistike, po si neve të ndihmojmë shoqërinë për ta pasuruar me zhvillime të reja, me dalje, me qasje të reja, që jo vetëm t'jenë sfida reale, domethënë me artin bashkëkohor, po t'jenë sfida reale të mirës publike. Dhe është një kompleks, pra është një kompleks i këtyre ndërtimeve, të cilat nëse këto bashkëpunojnë me njëra tjetrën, futesh dhe del nga anatomia e këtyre objekteve, dhe padyshim që kjo do ishte edhe një brand për Shqipërinë, pra këtu mendohet edhe për turizmi kulturor, jo vetëm si një projekt individual artistik, por ky do ishte ndoshta projekti i parë që ndodh në botë, që nga një Disneyland ne të kishim një Metallurgjik Land, ose Metallurgjik Disney që jep, si thua, një qasje unike, domethënë të marrëdhënies që duhet ketë individi, publiku, shoqëria me këto objekte, por që të shkojnë edhe në një metaforë loje. Pra, do ishte e rëndësishme kjo pjesa e zbavitjes. Edhe ne tashmë duhet të zbavitemi me historinë tonë. Nëse ti zbavitesh me historinë tënde, kuptohet që ke reflektim më të madh. Nëse ti ngec në historinë e një vendi, në historinë tonë, kuptohet që ti ke një lloj inferioriteti ndaj asaj që ke kaluar. Dhe këto projekte në fakt e kanë edhe këtë element. Pra zbavitja këtu prapë është filozofi. Nuk është vetëm akt fizik për të hyrë dhe për të dalë nga këto objekte. Kështu që mendoj që nëse lulëzojnë këto lloj pikpamjesh, domethënë gjithmonë të raportuara edhe me sfidat që ka, domethënë shoqëria shqiptare. Mendoj që ne kalojmë në një pikpamje të re. Gjithashtu këtu kemi një zhvillim të këtij projekti tek Galeria Gocat, ekspozita ime personale te Galeria Gocat me kurator Gaetano Centrone dhe kurator Elton Koritarin, patjetër që ka qenë një nga sfidat më të vyera për sa i përket eksperiencës time, ku dhe galerisja Ena Bulku e mirë kuptoi këtë lloj qëndrimi për sa i përket një lloj Disneylandi shqiptar. Kjo është një imazh që jo thjesht për të vazhduar ilustrimin e imazheve që ju pat, por tek ajo pjesa sipërme në fakt është konceptuar një VR. Pra është një VR që ne e kemi edhe këtu sot për ju, ku ne duhet të jepni patjetër atë momentin ku një individ apo një pjesë e publikut krijon atë situatë metafizike, pra të asaj lojës që futet dhe del nga këto godina shumë interesante që në fakt në pamje të parë duken si fantazma të kohës,
por kur ti fillon dhe loz me to, në fakt kthehen në një farë mënyre ajo loja që bën edhe, për ta ilustruar në mënyrë pak banale, loja që bën edhe Harry Potteri kur futet dhe del në për ato kështjellat apo në për ato ndërtesat e shkollave, domethënë shekullore të Anglisë. Pra, VR-i ka qenë një nga elementët shtesë që jo vetëm që jemi në një kontekst dhe të kohës të teknologjisë për t'ju përafruar çdo lloj mediumi për ta shfaqur sa më mirë domethënë projektin, por edhe për ta destabilizuar pak këtë publikun pra, sepse ti futesh duke sikur je në ajër, futesh brenda në për këto ndërtesa dhe krijon një impakt edhe një kontekst më themi më direkt. Këtu jemi pastaj tek mënyra si publiku filloi të ishte afër projektit metalurgjik Disney, por unë mendoj që në tërësi mendoj që në temën që jemi lulëzimi, patëm atë bisedën e parë me Gonin ku po diskutonim elementin parsor, pra lulëzimi do ishte diçka direkte në diskutimin ton, apo do ishte diçka indirekte. Dhe unë preferova më shumë në një lloj sfide dhe me veten që konteksti indirekt ndoshta bëhet më i vërtet dhe bëhet më direkt për të bashkëbiseduar të gjithë së bashku. Kështu që ju falenderoj shumë për këtë momentum, domethënë timin që ma falët dhe jam i hapur për çdo lloj bashkëbisedimi, se për mua Creative Morning nuk është më shumë ajo që them unë, por është më shumë ajo që bashkëbisedojmë gjithë bashkë.